Për ato që nuk e kanë ditë se qysh dhezët Tesla. Do me thonë nuk ka qelc. E vetmja që është kartela që shkruan Tesla, edhe ka ana tjetër tregon se ku duhet më vnu. Do me thonë, në kur t'hyp shinker, e qet të qykiveni qëto, edhe mandej veç e shtyp frenin, edhe e qet në shpejtësi, edhe i jep gas, edhe kere hec. Do me thonë, nuk ka dhezme sikur që është ajo normal me qelc. As nuk ka qelc, po e ka vetëm këtë kartel, nuk ka as me dhez, po vetëm në shpejtësi me shti. E dyta, nëse nuk doni as kartelën me majt me veti, atëherë e përdorni telefonin. Qysh instalohet epi i Teslës, edhe regjistrohet kerrin ta, edhe kur të afrohesh me telefon dikun 1 metër afër kerrit, mund është me qel, edhe me hyp normal me vozit. Do me thonë, kerri e një telefonin si qelc dvetin, edhe është i qelt, automatikisht. Do me thonë, krejt që i një one e përdorin telefonin, mirë po mundet edhe me smartwatch. Qatë epin e instalon në smartwatch, edhe une e kam këtë teplit, do me thonë këtë Apple Watchin, edhe këtu e instalon epin, edhe veç afrohesh me orën afër kerrit, edhe qelet, edhe mund është me nis. E kush nuk ka telefon edhe ose smartwatch, atëherë i mbetet me kartel me qel kerrin. Qysh e qel kerrin me kartel, ju kallzoj. Veç vjen këtu, e man qëto, edhe qelet kerri. E qet prap këtu, edhe në shpejtësi edhe hec. Po kjo ke vetëm një pyetjeve se a dhezët ose si dhezët Tesla që ma keni parashtru ju. Këtë video deshta me ba për modusin e rojes. Ju e dini se kompjuteri e run Teslën, ose Tesla e run vetveten. Pse na vjen kjo? Para menoni jeni në parking, keni dalë diçka në supermarket me ble, edhe kur të ktheni, ai që u parku afër juve ta ka grith. Ose veç e ka qel derën, ja kam shu, e ka bani bira aty te dera. Këto sene ndodhin vazhdimisht, po te Tesla e kini mundësi me pa se kush u kanë. Pse? Se ai inqizon vazhdimisht. Për mu është një prej funksioneve ma cool që më pëlqejnë të Tesla, modusi i rojes. Këto e kanë pakica e kerrave, e se qysh funksionon edhe prej çka përbëhet ju kallzoj tash. Pra modusi i rojes, ose vechte modus gjermanisht, ose Sentry Mode anglisht, do me thonë i kemi 8 kamera rreth Teslës që e përbëjnë 360 gradë, edhe ato inqizojnë non-stop. Për këti modusi i kemi 3 lloje. Një është standby modus, që do me thonë gjatë vozitjes kerri inqizon, kur të nalet, nëse nuk e run materialin, nuk është automatikisht, po me shtyp që me rujt atë material, atëherë fshihet. Tani e kemi alarm modusin, që është, do me thonë, kush të afrohet afër kerrit, ose pak e prek, ose vetëm afrohet, ai aktivizohet, inqizon, edhe plus ban me drita, që mi tregu se jam të t'inqizu. Edhe mandej modusi alarmit, që do me thonë nëse dikush im shon ma fort, ose e thena i gjam, ose diçka, atëherë alarmon sikur gjithë kerrat, po edhe ti në telefon e merr një mesazh se diçka ka ndodhur te kerri. E çish aktivizohet modusi i rojes? Shumë thjesht. Shkon te, do me thonë te kerri, shkon të Sicherheit sigurimi, edhe e lëshon vekto modus. Qëtash është që shpeshifni e kuqe, është të inqizu kur dalun e pikerrit, kjo inqizon krejt, jo nuk inqizon sa është qetë, po si kur të afrohet dikush,
mundi me paramendu sikur një qen që o të flejt ose është të net urt edhe si të afrohet dikush që i qën vesht, qashtu edhe ky atëherë aktivizohet edhe inqizon. Po normal, nëse keni harru me aktivizu për nker, mundi edhe masit keni dalë për kerrit me aktivizu në epin e Teslas, ku për shifni këtu është kamera, veç e preki këto trak, bëhet e kuqe edhe është i aktivizum. Ju mundi me lanë edhe modusin e rojës non-stop, 24/7 është i aktivizum, ose me aktivizu vetëm kur ju duhet. Ka opcione edhe për shembull me lanë 24 orë të aktivizum, mirë po në adresën shtëpi ose në adresën punë, aty ku jeni të sigurt se kurkush nuk e prej kerrin, aty vetë mu deaktivizu. Do me thonë, unë e la 24 orë me inqizu, po kur të më rrinë shtëpi në garazh, aty deaktivizohet automatikisht se e din se në cilën adresë është. Edhe për shembull në punë. Tjetër kon ku të nana une ose ku të shkoj a inqizon. E pse kjo është e mirë? Për mos me harxhu baterinë. Çka është edhe me rëndësi me ditë se këto inqizimet për me rujt i duhet një USB stick ose një hard disk. Tesla e jep me kerrin një USB stick 128 GB që është në fjokën këto. Do me thonë që shpeshifni që kjo qëto është e Teslas. Pa ato kamerat funksionojnë, mirë po nuk ka ku më rujt materiali. 128 GB USB stick është mjaftueshëm nëse rregullisht i fshini materialet. Nëse nuk doni shumë me fshi, atëherë mirëni një qështash një hard disk, SSD, ka të vogla, e instaloni aty edhe për shembull me 1 TB, edhe atëherë s'ka nevojë shumë me fshi, po edhe 128 është mjaftueshëm nëse edhe harroni mi fshi materialet ose keni sene që nuk janë të rëndësishme, atëherë Tesla inqizon prap edhe i fshin ato materialet e vjetra automatikisht vetë. Po e keni mundësin edhe USB-n me hek, edhe me qitë senet në kompjuter, me rujt, edhe mandej me formatu edhe me shtinja pet mrena. Nëse Teslas dikush ju ka afru, ose ka ndodhë diçka, Tesla që shtash e inqizon atë sen. Ai nuk e inqizon vetëm aty, por inqizon 5 minuta para ndodhis edhe 5 minuta mas ndodhis. Do me thonë dikun 10 minuta. Që ju mundi me këshyr videon se qysh ka ardhur deri te ajo ndodhi edhe çka ka ndodhur mandej. Që do me thonë ai ka inqizu non stop, por çto 10 minuta i run. Qysh do këtë kjo, mundi me pa. Shkojna këto, shkojna te dashkemi, edhe që qëtash kjo ku jena qëtash, te qëto vijat, edhe këtu i kena senet që i ka inqizu, ose unë që i kum lanë edhe nuk i kum fshi, do me thonë që pe marë me qëta, ape shifni këtu te vija e kuqe, ka ndodhë diçka, u ka afru dikush, edhe ky ka inqizu 5 minuta për para e 5 minuta për mas. Qëtash muj me këshirë une se për shembull te që kjo vija kuqe, ku u kanë dikush i afrum. Që edhe qëto gratë qëto, ku kanë afru shumë afer. Aha, këto po bëj kanë foto. Banën foto para Teslas. Nese. Shtash vina të pyetja kryesore, a harxhon edhe sa harxhon bateri? Po, harxhon. Do me thonë modusi i rojës harxhon bateri 1 deri në 5% në orë, që do me thonë është shumë. Po krejt në varet 1 deri në 5 në varet a është verë, a është dimën, sa inqizime i ka ba, sa herë u aktivizu, me një rrugë kryesore ku non stop kalojnë njerëz, aktivizohet shpesh, harxhon ma shumë bateri, edhe dikun ku ndoshta 2-3 herë ka kalu dikush u afru, atëherë veç 2-3 herë u aktivizu, kështu që nuk ka harxhu shumë, po edhe 1% në orë
është mjaft. Do me thonë nëse e len të natën 10 orë, 10% ma pak në mëngjes. Për ato që shë përdori une edhe që shë preferoj në gjdo ambient kur të zhdrypi kerrit edhe për 1 orë 2 dikon supermarket ose mysafir ke shku edhe e ki lane ki parku dikon, aty une e aktivizoj. Për 1 orë 2 e di se 1%, 2% i kam ma pak, po siguria në pytje që tash për 2% s'ka lidhje. Kur e di se kërë është ndurë sigurta që thojnë. Jo, po nëse na i kërë e grith ose na i sen gjatë parkimit, i kam tabelat atina, atër do me thonë le që do të me ma pagu kërën mu, po edhe ban gabim nëse ik, se atëher ka edhe akuzë për ikje. Në përvenet e sigurta, sikur kur jam në shtëpi, ose dikon në garazh, ose dikon në borë, atëherë nuk më vynë, se ati e di se prej kërkush. Mirë po, për shembull, nëse pyetni çka nëse e aktivizon 24 orë edhe e harron me deaktivizu, a harxhohet bateria në zero? Jo, aty e keni mundësin me ba nëse arrin përqindja e baterisë nën 20%, atëherë mu deaktivizu ky modus. Kështu që nuk harxhohet bateria deri në zero, edhe nëse e harroni. Shumica e kerrave kanë dashcam, po këtu nuk bën me përzi dashcam me modusin e rojës, se këto janë 2 sene ndryshme. Modusi i rojës aktivizohet kur zhdrypi kerrit edhe e le kerrin vet. Dashcami aktivizohet kur je tu vozit, do me thonë gjatë vozitjes i inqizon krejt që ka ndodh në rrethinën tone. Kaq ke për këtë video, mos harroni me bë like edhe subscribe nëse nuk e keni bë. Faleminderit për shikimin. Nëse keni pyetje ose sugjerime ose ideja për video, çka t'ju kujtohet, mos hezitoni me komentu. Shkruani në komentare, ju pres. Faleminderit edhe një herë edhe ditën e mirë.